ndërsa Evropa përballet me një krizë energjetike për shkak të tregjeve të paqëndrueshme të karburanteve fosile. Investimet në burimet e rinovueshme kanë rezultuar jetësore për të mbrojtur konsumatorët dhe bizneset nga rritjet më të këqija të çmimeve. Që nga viti 2019, Spanja ka dyfishuar kapacitetin e saj të energjisë nga era dhe dielli, duke shtuar mbi 40 gigawatt, më shumë se çdo vend tjetër i Bashkimit Evropian përveç Gjermanisë, tregu i energjisë i së cilës është dyfishi i madhësisë së atij të Spanjës. Si rezultat, çmimi i energjisë elektrike në Spanjë ndikohet shumë më pak nga kostoja gjithnjë lohatshme e gazit, e cila u rrit me 55% një ditë pas fillimit të luftës në Iran dhe ka vazhduar të luhatet. Në Mbretërinë e Bashkuar, energjia e erës ka ndihmuar në thyrjen e një rekordi të ri të energjisë së rinovueshme. Më 26 mars, prodhimi britanik i energjisë së erës arriti një rekord të ri për 23.880 megawatësh, energji e mjaftueshme për të mbuluar 23 milion shtëpi. Një analizë nga Solar Power Europe zbuloi se shfrytëzimi i dritës së diellit për energji i ka kursyer Evropës më shumë se 100 milion euro në ditë që nga 1 marsi, duke rezultuar në një kursim total për më shumë se 3 miliard eurosh. Nëse çmimet e gazit mbeten të larta, ekspertët thonë se kursimi totale në vitin 2026 mund të arrijë deri në 67.5 miliard euro. Tani një raport i ri ka zbuluar se energjia elektrike është bërë mesatarisht pothuajse 25% më e lirë në disa vende evropiane midis viteve 2023 dhe 2025 fal burimeve të rinovueshme. Energjia e erës dhe diellit mund të zvoglojnë ekspozimin e Evropës ndaj goditjeve të karburanteve fosile. Organizata zbuloi se zgjerimi i gjenerimit të energjisë së rinovueshme uli çmimet e energjisë elektrike me një mesatare për 24.2% gjatë periudhës 2023-2025 në 19 vendet e analizuara. Të dhënat tregojnë gjithashtu se ndikimet në çmime bëhen më të forta kur vije në funksion më shumë burime të rinovueshme. Megjithatë, shkëputja e çmimeve të energjisë elektrike nga çmimet e gazit mbetet në një fazë të hershme në shumë sisteme evropiane të energjisë elektrike.